Logoja kryesore e fushatës së Partisë Socialiste është në kufijt e një abuzimi me financat publike në rastin më të keq dhe në pragun e prodhimit të një incidenti diplomatik në rastin më të mirë. Në takime elektorale, në daljet në terren apo në mediat kombëtare, Edi Rama dhe kandidatët e tjerë të Partisë Socialiste shfaqen publikisht duke promovuar numrin e tyre në fletën e votimit nëpërmjet një logoje të stilizuar në formën e një yji. Flasim për këtë logo. Një logo e cila në fakt rezulton të jetë logoja zyrtare e samitit të komunitetit politik evropian që do të zhvillohet në Tiranë së shpejti. Ky përbën një skandal diplomatik të pahasur më parë në Republika Demokratike e që mund të ndodhë vetëse në shtete autoritare ku çdo vendimarrje është e mbledhur në një dorë të vetme. Për vitesh, Partia Demokratike denoncon shfrytëzimin e aseteve publike për qëllime elektorale, duke shkelur ligjet shqiptare në fuqi dhe ato në veçanti zgjedhore. Sot erdhi rradha e Bashkimit Evropian për të bërë dëshmitare se si Edi Rama keq përdor çdo aseti publik apo europian, sado i vogël apo i madh qoftë ai, në shërbim të interesave të tij elektorale. Nëse logoja dhe materialet e tjera të samit komunitetit politik europian janë paguar nga taksapaguesit shqiptar, përdorimi i tyre për qëllime elektorale nga ana e Edi Ramës përdor qartazi një abuzim dhe shkelje ligjore të kodit zgjedhor. Por, dhe nëse këto koste janë të ndara me partnerët europian, kemi të bëjmë me një shkelje flagrante të çdo protokolli bashkëpunimi diplomatik. Abuzimi me logon e takimit të komunitetit politik europian është një rast jashtëzakonisht simbolik, por dhe material për mënyrën se si financat publike keq shfrytëzohen nga Edi Rama në shërbim të objektivave të tij elektorale. Bashkimi Evropian, si për fondet IPARD, fondet e bujqësisë pra, para të taksapaguesve europian, duhet të shprehet edhe për fondet e keq përdorura për samitin, fonde sigurisht të taksapaguesve shqiptar. Ju falemnderit.